Raporti finale OSBE-Odirit për zgjedhjet e 11 majit kishte një zhvillim të bujshëm, nuk përmbante fjalën fars. Them bujshëm sepse Partia Demokratike dhe Sali Berisha për 6 muajsh na përgatitën shpirtërisht se ky raport do të përmbysë zgjedhjet dhe fitoren e socialistëve. Por raporti fliste për zgjedhje konkurruese dhe fjala konkurruese në vetvete përjashton fjalën fars edhe në përmbajtje. Në fund raportit ishte edhe tabela finale e përqindjeve, votave dhe mandateve, pra një certifikim edhe formal i fitores së socializmit në 11 maj. Një raport deri diku i mërzitshëm me përsëritjet e raporteve të mëparshme që në gjuhën akademike thuajse do të klasifikoheshin si plagjatura, aq shumë ngjante ai me raportet e mëparshme të zgjedhjeve të vitit 2023 apo ato të vitit 2021. Por sigurisht zgjedhjet e 11 majit nuk ishin perfekte, problematika që lidhen kryesisht me pretendimet e opozitës për influencën e pushtetit mbeten akoma. Disa kandidatë janë ndjerë të intimiduar, por raporti nuk thoshte cilës palë. Sipas tij, ligji elektoral favorizonte dy partitë e mëdha dhe linte pak hapësira për partitë e reja. Por nga ana tjetër duhet thënë se gati 300.000 vetë votuan partitë e reja, një sukses elektoral për një vend ku ndonjë lider politik është kthyer si mumia e gjallë në kuvend dhe në selinë e ndonjë partie. Klima ishte e tensionuar në ditën e zgjedhjeve, thot raporti, por ne e pam se nga erdhi tensioni atë ditë dhe kush shkonte dhe kërcënonte në qendrat e votimit. Raporti nuk e thot, por ne e pam me sytë e kamerat tona dhe nuk ishin kandidat të shumicës. Ndoshta pushteti ndikoi në mënyrë të padukshme, por opozitën tonë tradicionale e pam sërish të dukshme, të dhunshme dhe intimiduese. Por kjo nuk friksoi njerëzit dhe si thotë raporti në konkurrencë ata zgjodhen në rastin më të keq ata që nuk bërtasin dhe që nuk kërcënojnë. Por raporti kishte fjalë të mira për procesin tërësi. Vlerësonte maksimalisht votën për herë të parë të diasporës. Raporti vlerësonte qetësinë e KQZ-s në menaxhimin e momenteve të tensionuara, në votimin e numërimin elektronik, duke sugjeruar gjithashtu shtrirjen edhe më të madhe të tij në zgjedhjet e ardhshme. Raporti ODIR bënte thirrje për një depolitizim urgjent të procesit zgjedhor, pra me komisione jo partijake, çka sipas tij pengoi edhe këtë herë deklarimin më të shpejtë të rezultatit të zgjedhjeve. Raporti sugjeron gjithashtu nisjen me njëherë të procesit të reformës elektorale dhe jo lënien e tij si gjithmonë në momentet e fundit. Me pak fjalë, duket se SPAK-u ose ODIR e ka marrë seriozisht Iliran Celibashin dhe përpjekjet e tij për të modernizuar procesin zgjedhor në vend. Celibashi, dukshëm, sipas raporti, ishte fituesi i vetëm i qartë i zgjedhjeve. Dhe me të do jemi sonte në program. Sigla. Mirëmbrëma, ju urojmë se ardhni në program Kryej Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve, zoti Iliran Celibashi. Mirëmbrëma Iliran, kënaqësi duke në program sonë. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Bashkë me shoqërinë e kolegëve të mi, Rojan Lami, mirëmbrëma profesor, dhe Skënder Minxhozi nga Eva News Pikalo, mirëmbrëma Skënder. Iliran, lexova dhe reagimin tuaj në para rreth diçka më pak se 2 orësh në rrjetin X dhe le të themi, ju aty nuk e fshehni në një farë mënyre kënaqësinë që SPAK-u ky raport për herë të parë, thoja unë, dhe ka qartazi vlerëson punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po kryesisht të kryekomisionerit, pra pjesën kryesore, se për tjerat pastaj, po pjesa e organizimit zgjedhjeve që është direkt përgjegjësia juaj, besoj, mos them ka marrë notën 10, ka marrë një 9 plus të mirë. Si rrallë herë. Absolutisht, jam i sinqert që nuk kam dashur ta fshehe dhe nuk shoh arsye për të treguar një lloj modestie hipokrite. Po kam dashur ta them atë me një fjali për të treguar se kjo nuk është e rëndësishme edhe pse në aspektin institucional apo dhe personal e ka të rëndësi që ka. Pasi po të shikosh përmbajtjen e mesazhit që kam përcjell publikisht, synon të tregoj tjetër gjë në fakt. Ajo që ka të bëjë me vlerësimin e raportit të ODIR-it për punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithë secili prej nesh aktorëve të lidhur me procesin zgjedhor, KQZ, parti politike, qeveri apo dhe institucione të tjera, shohin veten e tyre në këtë raport dhe secili prej nesh ka leximin e tij për përmbajtjen e raportit, për çfarë raporti thot, për gjetjet, për vlerësimet, për rekomandimet.
Ajo çfarë ka më shumë rëndësi në gjykimin dhe në vlerësimin tim është çfarë do bëjmë për të ardhmen, në raport me çfarë ka ndodhur dhe si është vlerësuar ajo që ka ndodhur. Kjo, besoj, unë mendoj që duhet të fokusohemi shumë aty, por le të themi, flasim pak dhe pra të pjesën në thojza të interpretueshme, për shkak se, jo për shkak se prisim në ndryshim të realitetit, por për shkak të ndikimit që kjo mund të ketë më shumë të njëri kamp politik, i cili e ka lidhur, themi, të gjithë agjendën politike nga shtatore këtej mbi faktin që këto zgjedhje ishin një farsë. Ju më përpara keni dhënë një vlerësimin tuaj, kur keni thënë që këto zgjedhje janë zgjedhje me standarde të një vendi evropian. Ju i qëndroni asaj që keni thënë? Absolutisht po, edhe pse kjo duket shumë polemizuese, veçanërisht kur ke përballë një qëndrim të kundërt me këtë, i cili përfaqësohet nga opozita e vendit dhe realisht me gjithë vlerësimin dhe realisht respektin për atë çfarë përfaqëson opozita, por nuk hezitoj që të rikonfirmoj që te problemeve të cilat janë ato që i ka fotografuar Odiri dhe besoj as kush prej nesh nuk do të duhet përderisa kemi pranuar si arbitër ta komentojnë ndryshe apo ta shohë me rezerva. Zgjedhjet kanë prodhuar një qeveri e cila gëzon legjitimitet jo vetëm formal, por besoj është rrjedhoj e çfarë kush është vullneti i votuesve shqiptar. Ka vend natyrisht për të diskutuar që ky rezultat është impaktuar 100%, 5%, 10% nga aspektet të ndryshme të procesit. Ideja është, a janë faktorë cilët temi patën ndikim të ndjeshëm në rezultat, sepse në fund fare, dhe temi ne duhet të kënaqemi me minimale në gjës para se të bëjmë analizën. Pra, sigurisht shumë nga ato vrejta ose pothuajse të gjitha qëndrojnë. Problemi është sa kanë ndikuar këto, sa kanë impaktuar këto një rezultat i cili në shifra është ai që është, në mandate është ai që është, dhe ne e dim. Pra, nëse flasim me dy grupeve kryesore, 83 me 50. Nuk e thot dot askush me siguri dhe në fakt dhe nëse pyet vetë vëzhguesit, ata as nuk marrin për sipër që të hyjnë një analizë apo të lodhen për të kthyer përgjigje të një pyetje të tillë ose të një interesi të tillë. Dhe nëse vëre vëzhguesit ndërkombëtar nuk është se nëpërmjet gjetjeve ata bëjnë një lloj vlerësimi dhe vendosin një lloj note të procesit zgjedhor, por nuk synojnë që të shprehen që shiko ky rezultat zgjedhjesh u ndikua kaq përqind nga ky faktor. Se dikur e kanë bërë, se më kujtojnë zgjedhjet në 96-s. E kanë bërë. Pra, zgjedhjet e 96-s janë të vetmet zgjedhje të cilat janë kontestuar, rrëzuar në pikpamje dhe formale nga vëzhguesit ndërkombëtar. Edicionet e pasme të zgjedhjeve, diku ka patur më shumë vretje, më shumë gjetje negative të themi, diku më pak, por nuk kanë lidhje asnjë prej zgjedhjeve të mëparshme me zgjedhjet e vitit 1996. Pra fars nuk pati. Unë këtë nuk mund ta them në mënyrë absolute njerëse. Nëse do ta pranoje që kishte një fars, atëherë nuk do të isha akoma në krye të KQZ-s. Në krye të KQZ-s. Lami, sa i përket raportit sotëm dhe sigurisht në këtë pjesë parë edhe e përthyer kjo edhe me temi diskursin politik. Përpara, gjatë edhe pas. Pra sot zoti Berisha ka vazhduar të thotë që fars nuk u përmend, po unë nuk kuptua. Pastaj kuptohet që këtu është futim me analizë politike që nuk i përket zotit Celibashi. Dy gjëra zoti Balla, ne kemi perceptimin e aktorëve politikë që ishin pjesë e garës në lidhje me standardin e zgjedhjeve dhe kemi perceptimin e faktorit ndërkombëtar që këtë rast është i specializuar ose Odiri, i cili bën raportin final në lidhje me standardin e zgjedhjeve. Shtuar kësaj qasje edhe verifikimi empirik që u bën nga palët që e takuan sistemin me një proces të stërzgjatur
për të parë kuti shkalla e shkeljes dhe cënimi standardeve, logjikshëm vim në konkluzionin që së paku pretendimi i palës që atakonte sistemin, palës Partia Demokratike, për masakre elektorale, së paku nuk përputhet me të dhënat e verifikuar në kutit e votimit dhe në perceptimin e vëzhguesit të specializuar për zgjedhje të SBO-dirit. Kjo është gjetje e parë që ne mund të themi. Kjo nuk na bën të bindemi që zgjedhjet nuk kanë pasur probleme. Sigurisht kanë probleme dhe janë probleme të cilën duhen korrigjuar dhe duhen minimizuar për shkak se na bën një vend problematik në rajon dhe jo vetëm që nuk arrin dot ende të ofrojmë një standard të mirë pranuar nga gjithë palët dhe jo vetëm të standardit zgjedhor, por së paku alibia e Partisë Demokratike me të dhënën që e verifikuan vetë dhe me të dhënën që vjen nga institucione përtej palëve, që është OSBE-diri, të paktën mund të themi pa hezitim që është një fiasko. Skënder, megjithatë, dukur po komunikonin parë fillimit programit, ti më the që kishe një përshtypje që raporti ishte pak më ashpër se herët e tjera? Po, në seksion e gjetjeve, natyrisht që aty raporti është një ushtrim ekuilibri dhe analize në fund ditës. Pra, ka kapitujt që quhen të gjetjeve dhe ka dhe kapitujt e rekomendimeve. Por më rëndësishmi të gjithëve është konkluzioni që nxirret mbi zgjedhjet. Dhe ti me drejt në editorial thoje që një palë zgjedhje që janë konkurruese, pastaj ti tek gjetjet mund të fusësh çfarë duash, por nëse gjetjet nuk kanë prekur thelbin e garës, pra do të thotë që garë ka patur, atëherë zgjedhjet janë të legjitimuara në funksion të rezultatit që kanë prodhuar. Dhe në këtë aspekt, unë thjesht në një analizë politike të shpejtë, do doja të thoja që qofse krahasojmë vitin 2025 me vitin 2021, zoti Berisha në raport me zotin Basha ka humbur 13 deputet, ka humbur mbi 200.000 vota, dhe natyrisht që ai kishte dhe ka gjithë interesin e kësaj bote që t'i mshoj idesë të tij të një farse elektorale dhe të fokusohet tek kapitulli i gjetjeve. Pra, dhe aty mund të humbasësh lehtë dhe mund edhe të gënjehesh lehtë, sepse në qoftë se qeveria ka një rol relativisht më të avancuar në zgjedhje dhe ka mundësi të tilla që i japin një rol predominant ndaj palës tjetër, kjo nuk ka të bëjë vetëm me këto zgjedhje dhe nuk ka të bëjë vetëm me raportin Rama-Berisha, ka të bëjë me të gjitha zgjedhjet, me të gjithë krerët politik që ne kemi parë kur vetë Berisha fjala vjen, inauguronte tunele që të shponin malet me autostrada ditën e fundit fushatës. Ditën e fundit fushatës me gjitha shimthaqin krah. Pra, është nëse flasim për përdorim qeverisë dhe të aseteve të saj në funksion të fushatës, këtu asnjëri, siç thot Jezuj, kush nuk ka gur, kush nuk është me mkat le të hedhë gurin i parë. Pra, këtu ndodhemi në një terren pra të lëvizshëm, rërash lëvizshme, ku të gjithë mund gjejnë mish për dhëmbët e tyre dhe mund dalin të kënaqur në fund fare. Pra të thonë që raporti më jep mua të drejtë. Pra, kjo është një gjysmë gote bosh dhe një gjysmë gote plot. Tani që të vinë tek gjetjet dhe ti me drejt ma bëre këtë pyetje, unë do të kisha dhe me zonin Celibashin ne e kemi diskutuar dhe më herët këtë ka shumë vite sepse problemet janë të vjetra dhe ai njeh më mirë se kushdo tjetër. Me qëra fjala është dhe ndër më jetë gjatët në atë post. Nuk e di, është në konkurencë me Armando Dugën e FSHF-s. Për sa i përket... Qikë më herët se Armando Duga? Kam pati një periudhë të shullë. Nuk e di, aty jemi. Po, që do të thotë se është vërtet, jo se e kemi këtu sonde, po që i pasëvëndësushëm për këtë rol në Shqipëri, dhe është një figurë e cila i ka ruajtur ekuilibrat edhe kur i kanë humbur tjerët, me thënë drejtën. Kjo është pak shumë të shqisë. Nuk ka problem. Tani, tek gjetjet, unë do të fokusohesh ato që janë probleme në zgjedhje. Realisht përdorimi administratës do të duhet ishte në një vend që po përgatitet hyjë Bashkimin Evropian, do duhet ishte më i pakt dhe më i frenuar dhe më i kontrolluar. Nuk di mjetet
që mund të përdoren, po është koha për të patur një reflektim mbi të. Financat e fushatës Sokol për mua janë shumë të rëndësishme, sepse realisht besoj tek ato gjetjet e përdorimit të administratës, SPAK-u dhe një shtëpia speciale që ju atashua KQZ-s, janë ato që duhet na thonë. Patjetër. Deri tani nuk kemi parë një gjë ka patur ndjekje, po ke financat. Infiltrime financiare në procesin zgjedhor dhe ngar, ne dim që vazhdojnë të jenë të konsiderueshme, vazhdojnë të jenë... S'dim akoma faturën e Laçivitës, për shumë. Po natyrisht, edhe Laçivita, dhe unë e kam pyetur kur ishte herën e fundit këtu pas zgjedhjeve, ju keni qenë me ne, dhe më thatë që duhet maturohet një numër ditësh pas... Akoma nuk është depozituar raport. Nuk është depozituar? Akoma nuk është depozituar. Thuaj se të gjitha partitë politike që morën pjesë në fushat zgjedhore, akoma nuk e kanë depozituar. Po sepse kam vështirë lidhet me datën. PDI-ja, nëse nuk gaboj vetë. Kam vështirë lidhet me datën kur certifikohet rezultati, se fillon nga data e certifikimit të rezultatit. Nuk e di, po fushata... E kanë shkel gjë afatin? Akoma jo. Se kanë shkel akoma, kanë kohë. Fushata milionere në një vend varfër do të ishin fyri edhe për banorët e këtij vendi, me thënë drejtën. Dhe janë dhe stonojnë hapur disa herë dhe disa persona për mënyrën se si i qasen fushatës tyre dhe mënyrën se si veprojnë terren edhe mënyrën se si sillen edhe me votuesin edhe me votën pastaj. Dhe aty dalim tek blerjet e votës, që janë gjithashtu një fenomen, po që është një fenomen, besoj unë, gjithë përfshirë, sepse gjithë kanë blerë, nuk diskutohet, pastaj të shohim kush ka blerë më tepër. Shikojmë SPAK-un, SPAK-u duhet të flaset tek kjo pikë. SPAK-u është vepër e rëndë penale, quhet krimi i rëndë blerë. Dhe SPAK-u i cili me ju pat edhe një akord të shkruar, besoj unë, për zyrën. Patjetër. Nuk e di çka prodhuar dhe nuk e di, po do të ishte momenti se nga 11 maj ne na ndajnë goxha muaj tani, domethënë jemi kaloj gjithë vera. Po, dhe ne po hym dal nga dal dimër dhe nuk është se kemi parë njëri që të goditet në për shitblerjen e votës. Kështu që ka disa ndjekje penale për një proces. Edhe më duket zoti Dumani ka bërë publike para pak ditësh që ka procese, nëse nuk gaboj. Ka procese. Dhe në fund fare, nëse më lejoni edhe ta mbyll, edhe depolitizimi i komisioneve që për mua është tashmë është akut dhe nuk duron më. Okej, unë vetëm kam nga leximi i atyre 46 faqeve zoti Celibash, dy gjëra më bëjnë përshtypje. Sepse unë kam një perceptim timin që them që okej, shiko, ne jemi vend me probleme, patjetër, nuk kemi zgjedhje perfekte, patjetër, ndoshta nuk do t'i kemi edhe për shumë kohë. Po kjo ideja e raporteve të SBE-u dirit një institucion i cili lindi në fund, në gramat e fundit, luftës ftohtë etj. OSBE-ja. OSBE-ja, po dhe Odiri ka quajtur zyra për zgjedhje të lira dhe është interesante se zgjedhjet e para që ka vëzhguar, ka qenë zgjedhje vitin 1996 në Shqipëri. 96, pra Zoja Glover ka qenë dhe e pas ka ndryshuar emri zyra për Kombëmbar 96. Po aty është hera e parë e Gloverit. Dhe këto raporte ndonjëherë duken si të përsëritura, sikur për shembull, një pjesë e raportit fliste për nuk ka patur hapësirë për partitë e reja. Tani, që sigurisht sistemi nuk lindte hapësirë për partitë e reja, ne e ndjejmë dhe vetë, ne jetojmë në këtë vend. Por ama nisur nga rezultati, kur partitë e reja, formacionet e reja morën gati 300.000 vota. Çfarë mund toni për këtë? Dalim prapë te pjesa që pavarësisht gjithçkaje, kur një sistem demokratik funksionon, njerëzit votojnë aty ku duan, sepse raporti thoshte nuk pati hapësirë për partitë e reja, por nga ana tjetër partitë e reja morën 1/3 e votave që mori shumica dhe më shumë se 1/2 e votave që mori pakica. Pra pakica zyrtare. Ky lloj diskutimi fakt bëhet edhe në vende të tjera ku është pak a shumë një situatë e tillë e ngjashme ku ka disa forca të reja politike që shfaqen dhe në momentin e tyre të parë, jo vetëm këtu në Shqipëri, po edhe në ato realitete ku standardi demokracisë është dukshëm më lartë se ne, ekziston kjo problematikë. Që të vjetrit i duan të mbysin të rinj. Është normale kjo në një lloj mënyre, edhe besoj edhe në Britaninë e Madhe, në Norvegji, në Suedi, apo në Itali, të themi, duke konsideruar dhe Italinë si vend me standard të lartë demokracie, është gjithmonë kjo pamundësia e forcave të reja politike për gjetur atë hapësirën. Do duhet të fuqizohesh duke vuajtur, të themi fillimisht, derisa të
të kesh atë peshë ku të konsiderohesh. Po nisu nga shifra, se prandaj po nisu nga shifrat, që të kenë marrë Dhe rezultat, sistemi që kemi ne në fakt nuk është se i favorizon Po, e vërtet është. partitë e reja. Është një sistem që është për dy partitë e mëdha. Krijon avantazh, nëse mund ta them kështu. Por në fundit ai që ka fuqinë e votës nuk mundet që të cedoj nga kjo. Unë nuk di në njohjen time në një vend në botë. Rekomandimet vetë se janë sakta që thonë të jetë gjithë përfshirës diskutimi, po për edhe së fundi ne ishim në një aktivitet me rastin e 30 vjetorit të vendosjes marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit të Venecias. Dikush atyre prej përfaqësuesve të Komisionit të Venecias, në dy raste, dhe ishin dy diskutantë ndryshme, thanë që çështja e sistemit zgjedhor është një çështje për të cilën ne nuk mund të futemi dhe nuk mund të japim asnjë lloj kontributi. Është tërësisht çështje zgjedhje politike dhe gjithkush përpiqet të përfitojë sa më shumë. Ai që ka vota natyrisht do imponohet më shumë. Megjithatë, sa i përket asaj të Skënderi tek çështja e reformës, temi e reformës zgjedhore dhe sa i predispozuar është një sistem politik që të hapet. Pra, rekomandimi thot reformë gjithë përfshirëse dhe sa më shpejt. Ndërkohë, të vetmet gjërat që kemi dëgjuar ne deri tani, kemi dëgjuar një reformë e cila ta uli numrin e mandateve, pra ta çojë në 100 e pat propozuar zoti Basha dikur, 101 thot zoti Rama sot, pra do ta lësh shifër teke, por ky lloj propozimi që unë jam i sigurt të gjej mbështetje nga zoti Berisha, e kufizon edhe më shumë mundësinë që partitë e reja të marrin mandate në Republikën tonë? Absolutisht, po. Është e qartë, nuk ka nevojë që ta them unë, sepse është matematikë e thjeshtë, ulet probabiliteti për të marrë një vend në kuvend. Sot ke 140 mundësi, do të kesh 100 apo 110 nëse do të shkojmë tek ai lloj sistemi. Dhe nëse do ngelet e ky sistem elektoral, se nëse do të jetë një sistem tjetër, ndoshta mund mos ketë atë impakt. Sa e besoni ju me eksperiencën që keni që është një përshtypje e përhapur në fakt, kur janë parë sistemet e fundit elektorale, flas 20 vitet e fundit. Sa e besoni ju që ai sistemi i para vitit 2005 me 100 mazhoritar dhe 40 e korrektuar proporcional ka qenë ndër më të drejtët dhe më të saktët, që kishte edhe garë? Kam thënë edhe herë të tjera kur kam patë rastin që ai ka qenë një sistem shumë i mirë, sepse nga një anë krijonte mundësi për të patur një qeveri të fortë, sepse është e nevojshme të kesh një qeveri të fortë, sepse nuk një vend, sidomos një vend si Shqipëria me këtë stat të zhvillimit ekonomik, social dhe demokratik, nuk mund t'ja lejoj vetes të ketë luksin që të ndrojnë qeverit çdo 5 muaj, 6 muaj apo çdo një vit. Ne nuk kemi Italia që mund ta ketë këtë luks, të themi. Edhe ai sistemi siguronte qeverinë e fortë, por nga ana tjetër siguronte edhe një shkallë të gjerë përfaqësimi. Domethënë, nëse të gjithë kujtojmë që aty kishte përfaqësim nga të gjitha partitë, ato partitë të ashtu quajtura të vogla kishin minimumi 3 deputet. Por të mos folur pastaj për cilësinë e përfaqësimit të atyre 3 deputetëve. Kryesisht hynin nga 40 ato apo? Edhe ata hynin nga mandatet kompensuese, e kishin të garantuar që nëse nuk merr ose votat që merren në sistemin mazhoritar nuk shkonin dëm sepse fundësisht tek nga ana tjetër partia e cila fitonte zgjedhjet ishte solide në qeverisjen e vendit, por ndërkohë ishte prezente me zë real edhe opozita. Sepse ideja është që është humbur gara, është humbur lidhja e kandidatit Skënder, këta duan të shojnë më tutje. Këtu pyetja është, ta duan të shojnë të 100 mandatet. Problemi është to rekomandimet ose bëjë Odirit. Mekanizmi sot tani. A çfarë shansi ka që ky rekomandim dëgjohet dhe reforma të jetë gjithë përfshirëse, pra të përfshihen gjithë debat. Se tashmë kemi koha një ai çfarë thatë ju. Koha një dhe gjithë përfshirja. Edhe mundësisht konsensusi i gjerë, po dyshoj se do ta kemi, sepse edhe së fundi përfaqësues të Partisë Demokratike vendosën në agjendë edhe çështjen e sistemit zgjedhor, që është normale. Po. Është normale që të supolame? E vërteta e idhur është kjo që sistemi zgjedhor përcaktohen nga shtudhuna e kartonave shumicës që i kanë dy partitë kryesore. Jo vetëm këtu, po në çdo sistem zgjedhor që mund t'i referohemi çdo vendi. Por fatkeqësia ose
ajo çfarë është karakteristik për vendin si ne, që edhe rekomandime që jepin nga institucione dashamirës për të përmirësuar sistemet zgjedhore, futen në filtrat e llogarive të dy partive kryesore. Pavarësisht se zoti Cili Bashi në pozitën e kryetarit KQZ-s ja lejon vetes dhe ka për detyrë të ndërtoj procesin gjithëpërfshirës, por procesi asnjëherë nuk ka qenë gjithëpërfshirës tek ne ku flitet për sistemin zgjedhor, sepse janë llogaritë e dy partive të mëdha. Kështu që tre komponentë që theksohen me të drejtë, ne po i evidentojmë këtu. Financimi i partive politike. Po të shohësh deklaratat e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, asnjëri nuk shkon tek varianti mos është më mirë të kemi financime vetëm publike, siç e kanë disa nga vendet e Bashkimit Evropian, për të eliminuar dhe për të minimizuar mundësinë e infiltrimit parave të pista. A. Nuk e gjen qoftë tek deklaratat e Partisë Demokratike edhe tek deklaratat e Partisë Socialiste. B. Institucionet monitoruese të procesit të financimeve, duke filluar nga KQZ-ja. E Peç Partha, kryetari i KQZ-s, endes na kanë ardhur formularet. Zgjedhjet kanë 6 muaj që kanë mbaruar. Opinioni publik nuk di se çka ndodhur, qoftë me kontratën e kripur tek Partia Demokratike, por edhe me paratë e hedhura tek Partia Socialiste. Nuk dim kush janë financuesit dhe sa para janë shpenzuar dhe si janë kanalizuar këto para. Sot mbas 6 muaj. Dhe dy palët bin dakord që mekanizmat për ta monitoruar këtë gjë të jenë këto që janë. Nuk i intereson ti përforcojnë, se këto përforcojnë. Financimi që vjen nga rrugë të pista që lidhet interesit e tyre i drejt për drejt dhe e fundit. Depolitizimi i administratës publike. Është ndoshta pretendimi i madh shkojmë në depolitizimin e 100% e administratës publike, duke parë se si e kemi të politizuar administratën publike, referuar institucione që vijnë të dhëna që vijnë nga institucioneve ndërkombëtare, por mund të operohet me struktura të pjesshme të depolitizuar. Dhe Europa ka modele se si administrohen zgjedhjet sot, qoftë me komisionet ad hoc, qoftë me administratë të cilët vijnë jo detyrimisht nga administrata publike, po vijnë nga shoqëria civile dhe gjendet mekanizmi për ta zgjidhur. As për këtë pikë nuk ka as diskutimi më të vogël, sepse palët janë të interesuar të kenë hajdutët e tyre në komisione zgjedhore që së paku të ruajnë njëri tjetrin, ose së shumti e mbylla, të vjedhin partitë e vogla, siç kanë bërë. Formalisht pak, nuk e di sa realisht e besojnë socialistët, këtë që thonë, po formalisht socialistët e kanë kërkuar depolitizimin e strukturës të themit komisioneve të votimit dhe numërim, nëse unë s'jam gabim apo opozicion. Po edhe po nuk e di sa e sinqert mund të jetë, por që e kanë korrektje, po a mund ta pretendosh administratën zgjedhore nga administrata publike kur sot është më e politizuar se kur? Po këto zgjedhje për shkak se u hapën këto zgjedhje. Nuk po them që zgjedhjesh nga administrata. Okej. Publike, mund të jenë nga shoqëria civile, nga edukimi, nga ushtria, nga mund të jenë nga bankat, e kupton? Patjetër. Majoranca, jo, së pari që duke thënë këtë që edhe Partia Demokratike që në vitin 2020 në kuadër të asaj marrëveshjes politike e kishin vendosur, po të 5 qershorit që të fillonte procesi gradualisht i depolitizimit, departizimit të administratës zgjedhore. Dhe së fundi, duket që tashmë të gjithë e kanë pranuar që ka ardhur momenti që kjo mënyrë organizimit dhe funksionimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta tërësisht me përbërje partijake nuk mund të funksionojë. Majoranca ka si ide me të paktën nga çfarë është artikuluar edhe nga drejtuesit e majorancës, mendon që do të ishte zgjidhje më mirë që të ishin në punës të shërbimit civil, gjë që në gjykimin dhe vlerësimin tim nuk mendoj që do të funksionojë. Pse? Ne akoma nuk kemi në stadin ku partitë politike dhe veçanërisht opozita të jetë e përjashtuar tërësisht nga administrimi i procesit. Pra e thonë e formula hibride që thotë lami mund të jetë zgjidhja? Ajo në gjykimin dhe vlerësimin tim si për shembull që do të ishte zgjidhje më e mirë. Si për shembull komisionet e votimit të jenë të departizuara, por ato të numërimit jo, një lloj gjithë struktura e administratës e nivelit të dytë dhe të tretë ketë një kompozim pak a shumë të tillë ku shumica e antarësisë tjetë përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga një pull i caktuar, avokat, mësues, cilat janë kategoritë, përse këtu te kategoritë po atë, domethënë
avokat, jurist të cilët nuk janë të angazhuar me administratën publike, mësues, shoqëri civile, banker të nivelit pra ullët. Po, përgjithsisht njerëz që nuk janë në perollin e aty ku s'ka borderore. Qeverisë. Dhe ndërkohë, partitë kanë dhe ato të paktën nga 1, 2, 3, 4 apo 5 partitë kryesore. Për sa veta flasim, sepse janë 5.000 kuti? 5 deri në 7 veta, maksimumi në rastin 5 deri në 7. Në një qendër votimi. Her 5.000? Her 5.000, 35.000. Me fjalë nuk janë... Po, dhe sot janë 28.000, janë goxha, parafërsisht. Nuk është janë pak. Nuk është s'ka njerëz për gjetur. Nuk është ka një numër. Formula që është zgjedhur që tjenë nga partitë politike. Plus partitë politike marrin e ndryshojnë sekond punët. Janë pa trajnuar. Edhe shumë nga këta të cilët vinë nëpërmjet zyrave të partisë, kur kryejmë sesionet e trajnimit me ta, edhe pse vinë nga zyrat e partisë, një pjesë e madhe e tyre thonë që shiko, nëse ne do të jemi të KQZ-s, është më mirë, ndjem veten edhe ne më mirë. Se është më i mbrojtur nga të vetë. Po do, se duket Skënderi që duke hetur atë dyshimi që është pak e vështirë për t'i gjetur njerëz. Jo, ka njerëz të cilët edhe duan të merren me zgjedhjen në fakt, duket e çuditshme, por kanë një lloj interesi për të angazhuar. Një masë e madhe gjithsesi njerëzish, është një masë e madhe që të mund të shmangësh para gjykimet, që të mos dalin pastaj të thonë jo, kjo pjesë është patronazhist, kjo kështu, kjo ashtu. Vetëm ka një gjë, këtë duhet ta pyesja Celibash, para se shkojmë në publicitet. Pra, se që përmëndet në raporte, përmëndet dhe monitorial, fakti që kësaj radhe edhe vonesa e daljes rezultateve nuk lidhej për shkak të se KQZ-ja nuk i kishte marrë masat. Në fund fare ishin këta komisioner në 99% rasteve nën presionin e shefave të tyre politik, po të dyja krave, të gjitha krave. Po kanë dorë mekanizmin ata. Pra le të themi në këtë moment që këta komisionerë në shumicë do ishin njerëz të përzgjedhur e trajnuar nga KQZ-ja, sigurisht rezultati zgjedhjeve do të dilë shumë herët. Absolutisht. Sepse tash jam i bindur 100%. Ta mbaroj, pastaj direkt. Po. Për këtë jam i bindur 100%. Jam i bindur që do të funksionojë shumë më mirë ky sistem. Pra, një sistem miks ku partitë ta kenë një njeriu e tyre aty, me sy dhe me vesh në komision. Edhe me drejt vote, pra po qoftë edhe me të drejt vote. Qoftë edhe me të drejt vote. Para që nga dita 1, kur do të duhet filloj procesi përgatitor në komisionin e qendrës votimit, apo edhe në KZAZ, tjetë një person i cili ka vajtur aty nga KQZ dhe nuk gjendet në frikën që do ta heqin 2 ditë pas. Ndërkohë, do të ketë edhe një mekanizëm që t'i vendosi ata në pozit në raport me ligjin. Pra, ai duke qenë atje, te interesit politik që mund të ketë, apo simpatisë politike, do ketë frikë nga ligji. Do të paguhet më mirë, por ama do të ketë reperkusione. Nuk e di Sokol, unë kam një... Si që kemi të gjithë, unë kam një ide fikse kur flitet për zgjedhjet në Shqipëri. Kam një imazh që nuk me ikën, sa herë që flitet për zgjedhjet. Në rrjetin France 2, në zgjedhjet franceze presidenciale, ka një siluet që del në orën 8:00, që është ora e mbylljes së kutive të votimit. Dhe brenda harkut të pak sekondave, ajo silueta sqarohet dhe merr fytyrën e kandidatit fitues. Pra, brenda harkut të minutës së parë pas mbylljes së kutive, Franca njeh presidentin e Republikës. Dakor. Dhe këtu, një sekond, këtu do me thënë, drejtje e mori tani në këtë vend, ne po u bëm me flokë bardha dhe nuk kemi parë që një herë jo aja fati kushtetues i 48 orëve, se aq është. Por të paktën të kishin dalë ditën e 3 ose të 4. Unë po marr një shembull. Tu gjen kapin zgjedhjet. Po shiko çanda. Apo jo, se ka komuna për shembull që po marrim një shembull, mirë, po marrim një shembull për cilin fare rastisht ne të katër jemi protagonistë në atë zgjedhjeve. Pra, zoti Celibash në distancë. Tani janë zorët e sherrin atë zgjedhjeve. Jo, një sekond, po prit. Që unë do të them që tjetër. Cili ishte debati asaj dite? Debati asaj dite ishte që numërimi votimi elektronik dhe numërimi elektronik e nxorën rezultatin
Pra, ju e dinit rezultatin e vorës, apo jo? Jo, nuk e dinim në fakt. Po, më thënë, se dolën nga disa makina u bë transmitimi rezultate. Po, pra, dolen nga partjakët. Po, se pra partjakët u transmetua dhe u printua rezultate për 4-5 qendra. Komisionerët partjak filluan të nxjerrin rezultatin lart dhe poshtë. Por nëse do kishin patur komisioner të KQZ-s me numërim dhe votim elektronik, do kishte dalë rezultatet zotëri Bashin në sekond. Ja, shiko, administrimi pra, nëse ju do keni numërim votim elektronik, dhe komisione kryesisht jo partjake, natyrisht në nënbërshgimin e partive kryesore. A kjo silueta që përmend Skënderi do të fillonte të ravizojë diku rreth orës 8:30-9? Po, më shpejt nëse do aplikosh votimin elektronik. Ajo del direkt në sekond. Po. Ajo del sekond. Ja shikon sa e tjerë. Edhe Franca është se ka sferën e kristalit. Kanë sistemin që punon. Dhe që e kanë pranuar të gjitha palët. Unë jam dakord me zotin Mingjozi për skepticizmin të cilën ka për formulat të reja të administrimit të zgjedhjeve. Por, rasti i vorës, ne na jep lakmusin për të kuptuar dy gjëra. Që, kur ti vendos makinën elektronike për të nxjerrë rezultatin shpejt, interpretimi që bëjmë aktorët politikë janë dy. Ose kur është rezultati ngushtë do të ketë tension, ose kur rezultati në bazë perceptohet si i madh, dekurojon njërën palë dhe jep zemër palës tjetër. Nëse i ke komisionerët politikë. Dhe gjitha kjo vjen, sepse kemi komisionerët jo partjak, ata nuk kanë se dekurojojnë, se ata kanë përballë ligjit. Po pra, ja pra që erdhëm ke konkluzion. Flamur Nokën dhe ta ulan ballë. Dhe gjitha kjo vjen për shkak se janë komisioner politikë. Atëherë, zoti Mingjozi, si do ta zgjidhim këtë gjë ne? Unë mendoj që ne do të ecim në dy drejtime. Nuk diskutohet. Zonat pilot të testimit të pajisjeve elektronike duhet fillojnë të zgjerohen. Me kostot përkatëse, por besoj se kosto e pajisjeve, me kostën politike dhe zbaritjen e procesit që ju me drejtë e thoni është shumë herë më e vogël. Së dyti, futja e zonave me kombinacione formule të numëruzve do të ishte një zgjedhje dy që do ta stensionote tensioni dhe ne gradualisht do vinim tek ajo administrat që janë formulat sot. Çfarë përqindje? Ja se duhet shkojmë publicitet, rrugë tjetër unë nuk shoh. Sepse nuk kemi folur për atë që është suksesi më i madh personal, dhe ai nuk e fsheh Ilian Celibashit. Vota e diasporës, paradoksalisht, te vetmja pikë ku Sali Berisha goditi sot dhe OSBE-n. Rikthehemi pas pak. Veç zgjedhjeve mbi 11 maj, në raportin final, OSBE i thekson rekomandimet e përcjella për klasën politike në vazhdimsi, por duke bërë dhe propozime të reja që lidhen me përdorimin e teknologjisë. Partive politike u rekomandohet që të shmangin ndryshimet ligjore në afatet limit, duke theksuar se çdo ndryshim duhet të kryhet në kohë. Kuadri ligjor zgjedhor duhet të reformohet në mënyrë gjithëpërfshirëse përmes një procesi konsultativ gjithëpërfshirës, shumë kohë para zgjedhjeve të ardhshme, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira. Depolitizimi i komisioneve mbetet një prej kërkesave të vazhdueshme të OSBE, që nuk ka gjetur deri më tani reflektim nga politika. Për të siguruar stabilitetin e administratës zgjedhore, duhet t'i kushtohet vëmendje depolitizimit të procedurës së emërimit të administratës zgjedhore të nivelit më të ulët, duke kufizuar gjithashtu zëvendësimet arbitrare dhe të minutës së fundit të anëtarëve të komisionit. Teknologjia në zgjedhje ishte një tjetër çështje që përmendet në raport. Këtu OSBE kërkon që vendimet për përdorimin e teknologjisë si përmbahen ligjit dhe jo të merren si përgjigje e presionit politik. Nëse në të ardhmen merret në konsiderat zgjerimi i votimit elektronik, atëherë përdorimi i teknologjive të votimit duhet të menaxhohet në një mënyrë gjithëpërfshirëse, transparente dhe të integruar. OSBE rekomandon dhe KQZ-s që duhet të ndërmarrë hapa për të parandaluar ndikimin e padrejtë mbi votuesit në qendrat e votimit. KQZ-ja duhet të ndërmarrë hapa për të parandaluar friksimin dhe ndikimin e padrejtë mbi votuesit në qendrat e votimit, duke forcuar trajnimin dhe mandatin e koordinatorëve të sigurisë të qendrave të votimit. Pjesë e rekomandimeve është dhe rregullimi i ligjit sa i përket aktiviteteve parazgjedhore që përbëjnë shpenzime të fushatës, duke siguruar që ato i nënshtrohet raportimit, mbikëqyrjes dhe sanksioneve të mundshme.
Rikthehemi, jemi live me kryekomisionerin e zgjedhjeve zotin Selibashi. Zoti Selibashi, sigurisht vota e diasporës është një nga pikat ku lëvdohet më shumë temi situata pas zgjedhore në Shqipëri dhe sigurisht puna e KQZ-s, si e thash paradoksalisht zoti Berisha ishte më jashtë për ndaj OSBE-s pikërisht te çështja e votës diasporës. Pra nga 1 në 10 vota vlerësimi juaj për këtë proces. Gati 10. Gati 10, a? Sepse këtu u përfol që votat janë vjedhur, kompania e ka vjedhur, KQZ në fakt pati ato debatet me faturat, me firmën përkatëse etj. Ne vazhdojmë të kemi ato debatet me kompanin, por lidhet për aspekte që nuk kanë të bëjmë me integritetin e votës edhe me po... Ç'është e faturash me? Ç'është e legësh? Një protokoll të caktuar të cilët ne kemi dakorcuar që duhet ta kryenin ashtu sikurse ishin në marrëdhënie kontraktuale. Në disa raste nuk e kanë kryer në gjykimin dhe në vlerësimin ton. Ata pretendojnë të kundërtën të kompanisë edhe me sa duket do të vazhdojë të jetë një çështje në diskutim edhe. Pa e thoni ky është një proces që do vazhdojë nëse do mbeten dorën tuaj sigurisht, pra nëse do të jetë vendimmarrja juaj. Dhe ju thoni që temi vullneti i shqiptarëve jashtë në diasporë është përfaqësuar temi në mënyrë korrekte. Atyre që kanë votuar. Absolutisht po, dhe dikush që pretendon të kundërtën do duhet të demonstrojë një provë signifikative dhe të qartë konkrete për këtë. Edhe pse plotësisht i ndërgjegjshëm për çfarë është pretenduar në lidhje me veçanërisht me mënyrën se si janë shpërndar fletët e votimit në Greqi, zarfet në një pjesë të territorit të Greqisë. Prap ne nuk e kemi provën që ky proces as në mënyrë indirekte që ky proces ka qenë i tillë që ka cënuar integritetin e zarfit. Se po them, po t'jap një se dikush thotë çfarë po thotë ky, nga një anë nuk jep parat kompanisë, nga ana tjetër thotë që nuk ka problem. Nuk ka pasur problem. Në mënyrë përjashtimore, gati, ne imponuam kompanisë që dorëzimi do duhet të bëjë kundrejt një protokolli, ta firmoste vetë individi, t'i shkonte 3 herë, ta merrte në telefon. Në jo pak raste nuk është respektuar ky protokoll, por ndërkohë votuesi e ka marrë. Ka vajtur ai atje dhe se ndryshe është sjellja e atyre që përfaqësojnë shërbimin postar në Gjermani, ndryshe atyre në Itali, ndryshe në Greqi, ndryshe në një vend tjetër. Dhe ata këtë sjellje, se ata nuk dinë që po bëjnë zgjedhje në Shqipëri, nuk e dini se çfarë kishte ai zarfi, dhe kanë patur qasje njësoj sikurse ti dorëzonin atij personit votuesit shqiptar, ku dinë edhe një çek që ishte $100.000 apo €100.000, apo dhe një vlerë pasurore signifikative. E kuptoj. Ja ka dorëzuar, nuk e ka firmosur, po e ka sjellë kundrafsh. Por temi ekzekutimi drejtës votës është bërë. Pra vota është një pyetje kam unë për kuriozitet më tepër. Se ju ndoshta dini edhe shifrat. Sa ka ndikuar vota e emigrantëve në rezultatin total të zgjedhjeve, sipas shifrave. Pra, le të themi ku kanë shtuar një mandat, ku e kanë hequr një mandat. Vetëm në qarkun e Vlorës pati ndikim vota e diasporës. Ku për shkak të votës diasporës, Partia Socialiste mori një mandat. Një më tepër. Një më tepër se që dha të themi nga vota e vendit. Në asnjë njësi tjetër zgjedhore nuk pati. Ky quhet lajm i mirë apo lajm i keq? Realisht nuk di ta them këtë. Mund të them këtë që pritshmëritë e mia, të themi, si individ, ishin të tilla që vota e diasporës do të ndryshonte në një mënyrë ose në tjetër, nuk jam duke thënë që balancat. Po. Do të kishte një impakt në rezultat. Ose s'pagu ke partitë e reja gjithë paktën mendonin, pra teorikisht duhet. Njëra prej tyre Shqipëria bëhet ka marrë goxha, të themi, po përdor këtë termin, vota në diasporë. Por ama lektur temi pjesa e mirë e kësaj është kur vjen muajt e kontestimit të rezultatit, pra pavarësisht çfarë zhurmë u bë nga opozita për temi për parregullësi që ajo pretendoi lidhur me votën e emigrantëve, fund fare çka ka shtuar një mandat në Vlorë që bie të shtosh një lug kafeje në një mal të madh. Nuk është gati, domethënë raporti të sheqerit majt e Vlora, pa nuk është se ka sjellë në një ndryshim rezultati. Sikur raportet e shpërndarjes së votës brenda vendit
pak a shumë ashtu janë edhe në votën e diasporës. Tashi për këtu mund të bëjnë analizat të ndryshme, të mund të ketë pikëvështrime të ndryshme, po... Kjo është, Skënder, pak minuta kam vetër, po doja të hapja një debat që unë kam shumë për zemër, pasi unë mendoj që duke vazhduar ato që ta dhe ju dhe Rolandi pak më herën, pjesën e parë që në fund parë është vullneti i votave që vendos. Kjo idea e një reforme konsensuale që mos gabojnë se Libashi është nga viti 2001, apo jo pas 10 viti 2001, pra që është imponuar nga Osubej Odiri, u bë marrëveshje e famshme me Ruçi Topi në nëntor viti 2001, që për atëherë reforma zgjedhore bëhet në mënyrë konsensuale. Pra s'ka se sa vota ka mund dhe ti, duhet ta bëjmë me votat e gjithëve bashkë. Po në një moment caktuar ti shikon që sot ke një mazhorancë që ka 83 vota. Ka disa parti tjera politike që kontrollojnë 5, 6, 7, 8 vota tjera. Pra le temi ekuilibrat politik në vend ka ndryshuar. Ke një parti politike e cila bashkë me aleatët e saj nuk është më ajo që ka qenë qoftë para 4 vjetësh, që është Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. A duhet një reformë zgjedhore? Kjo vazhdon të jetë rekomandimi ose Odirit edhe në këtë raportin e fundit. Po a duhet të jetë realisht një reformë zgjedhore e tillë që të kondicionohet 100% nga pala tjetër, në kohë kur kemi raste si Greqia, si Italia s'fundi, kur reforma zgjedhore temi u bë me mazhorancën e votave të mundshme. Me shumicën e votave të mundshme. Debati është shumë i madh, po. Ai batut, sa ta prekim pak. Ky është debat i madh që ka të bëjë me thelbin e sistemit demokratik. Pra, çfarë duam? Unë mendoj që i mbajmë parimit që fuqia një zinxhiri është e barabartë me fuqinë e hallkës më të dobët ti. E thënë kjo, kam përshtypjen se në një ligj elektoral ku luhet me vota, pra me vullnet popullor, pavarësisht të raporteve dhe shifrave, dominimit ose kraut tjetër, unë do të thoja që është më e ndershme për një vend si Shqipëria që të mos ta fus vetveten në një rreth vicioz ku fiton gjithmonë më i forti sepse ka votat dhe atë formë jep ligjit elektoral dhe krijon jo domosdoshmërisht, pra mund të jemi sërish tek një shumicë kushtetuese, pra që të themi duhen 94 vota. Patjetër, se dëgjoj, majorancën e votës e njeh çdo lloj institucioni. Ka përshtypjen që ligji elektoral është e njeh dhe vetë kushtetuta. Nëse ti ke nëse ti ke 94 vota, ti ndryshon kushtetutën. Dhe kjo dihet. Por ideja Sokol është shumë... Se është vullnet popullor, që ta ka dhënë populli. Për situatën që kalon Shqipëria, ku demokracia është ende një ushtrim i vështirë dhe mjaft i debatuar, unë do të thoja që fjala vjen, ajo që përmendi në pauzën e reklamave, zoti Celibashi, që ka Greqia që mund të marrësh një vendim këtë radhë, po ai nuk vlen për kalkulimet e radhës ardhme, pra aplikohet për një xhiro tjetër elektorale. Shupat folën 2020 në fakt. Kjo do të ishte më ndershme se do ta shkëpuste procesin e reformës elektorale nga kalkulimet e momentit. Do ta kthente një proces perspektiv dhe si të tillë do ta kthente një proces edhe më transparent, po edhe më të ndershëm. Unë do të isha kundër që një majorancë kaq e fuqishme sa kjo e sotmja të mblidhte ato votat tjera që mund të gjejmë parlament, qoftë edhe në mes të asaj 50-çes eventualisht të opozitës më të madhe, dhe të bëj një shifër që t'imponoj çdo gjë me vullnetin e vet politik. Unë do ta doja të ishte... Në parim ju keni drejt, por çfarë ndodh në realitet? Unë parimisht po flasu tani. Kur ti interpreton ama realitetin e ri politik, Lami, ti çfarë shikon sot? Shikon sot që kanë lindur disa parti të reja që kanë egon, duke që e kanë egon, serioze për të rritur. Pra, qoftë mundësia e shejajt, qoftë Shqipëria bëhet e lapaj, duket që kanë ambicje afatgjata. Pra, që nuk bëjnë kalkulime për 2027-ën, bilas për 2029-ën. Ata bëjnë kalkulime që ne do jemi këtu dhe do qëndrojmë gjatë dhe duam të rritemi. Nga ana tjetër, ke një parti tjetër e cila, si janë punët sot, se ndoshta kur të ketë një leadership tjetër, sigurisht edhe unë kam një shpresë të vakët, po e kam që Partia Demokratike do të arrijë të ringrihet, sepse është informacion i vjetër, ka strukturat, pavarësisht që i ka sot të fjeturat për gjumër, po i ka strukturat, ndoshta mund zgjohet nesër pas nesër. Po sot që ne flasim, sot i vetmi skenar real që ne kemi, është që dy partitë e mëdha të ulen me njëra tjetrën dhe tonë. Po na futen partitë e vogla, po na marrin mandate, sot po t'i marrin ty, nesër mund t'i marrin mua, atëherë çfarë bëjmë? Shkojmë te 101-shi.
Dhe unë në këtë mes, më mirë do preferoja një parti që ka 83 mandate, që të merrte të hante presionin nga këto partitë e reja, që të hapte sistemin, se sa të mbyllej me partinë e madhe, kryesore, dhe ta mbyllte sistemin edhe më keq. Pyetja juaj, e cila duket provokuese, por ngrej një parim. Sistemet zgjedhore do jenë propozime teknokratësh apo partish politike? Formula e teknokratëve në sistemet zgjedhore ka rënë me kohë, nuk ekziston gjë as rast as vend as. Nëse shkojmë ke formula e partive politike, prap ngrihet ke çështja dhe pyetja që shtron ju. Do jetë vullneti dy partive të mëdha, po që vullneti dy partive të mëdha do bllokojnë partitë e vogla. Apo do shkojmë në një rast sui generis, ose edhe në një rast të paprecedentuar përpara, që do jenë partitë e vogla që do propozojnë sistemin për partitë e mëdha. A mos është rasti ky që ne po flasim tani, ku partia më e madhe në qeveri nuk i ka numrat për bërë ndryshimet, ndryshimet i bën me partitë e vogla bin dakord për të bërë ndryshimet, por duke marrë konsiderat perspektiva se si mund zhvillohen ata. Këtu nuk kemi të bëjmë me një pazar, këtu kemi të bëjmë me një parim. Parimi i cili ka të bëjë me ndryshimin e status quo, se cili subjekt politik do t'i japim hapësirë, që deri dje e kanë pasur partitë të mëdha. Sot janë partitë e vogla për shkak konjunkturës. Numri që kanë, po deciziv për të vendosur numrin për të kaluar në ndryshime kushtetuese, përcaktojnë sistemin zgjedhor. Mos ndoshta kemi ardhur kjo pikë, po pse jo? Jo. Inshallah. Po pse jo? Inshallah, patjetër. Dhe unë do isha për këtë. Kam përshtypjen që u Po pse jo do isha? miratua formula, rand dakord duket partitë për formulën. Dhe më duket do të ulin do të ulin dhe partitë në të partitë e tjera parlamentare në njëri ka vënë PSD-n, tjetri ka vënë mundësinë. Pra le temi kanë hapur sjetulla dhe kanë nxjerrë temi bitë e tyre temi të vegjël, plank prishës nga. E kushtëzojnë këta vullnetin e tyre në parlament? Nuk e kushtëzojnë zoti Balla. Këtu është problemi. Cili Bashi, mendimi juaj për këtë? Final. Besoj që është kardinale për demokracinë, kjo, nuk është thjesht për ripalëzjedhje. Po, çështja e kompromisi, do bëjnë kompromis ata që ndajnë interesa të përbashkëta. Nuk ka mundësi që ti të bësh kompromis me dikë që ka interesa të kundërta. Nuk do të vinë në marrëveshje, nuk do të ulet në tavolinë. Do të ulet në tavolinë e do të bëjmë marrëveshje me ty, ai i cili do marrë diçka nga ajo marrëveshje. Dikush që s'merr asgjë, as tulet në tavolinë fare. Dhe ti do duhet vendosësh me këtë do ta bësh. Formula konsensuale është formula e vetme. Do duhet të jetë në fakt një Këtë dha dhe ju, zoti Lami, pasaj se konsensual me kundërshtarin apo konsensual me partitë e vogla? Me kundërshtarin gjithkohon është bërë sistemi për të zgjurtë të vegjëlit, me të vegjëlit mund të jetë sistemi për të favorizuar ata. Po pra, përse do imponohen ata në shmënyrë, do imponohen në shmënyrë. Ata imponohen përmjet marrëveshjes dhe numrave që kanë parlament që ty të duhen për të arritur numrin për të shkruar. Patjetër. Shkojmë pra nga konsensusi i gjerë formal midis dy të mëdhejve në një konsensus me të vegjël për një parim më të madh. Për një parim më të madh. Mund të ketë dhe një variant tjetër. Pse jo? Që konsensus edhe me i gjërë se mes dy ujqve të mëdhej, ose mes një ujqve të madhë dhe të vegjëlve. Kjo është edhe akoma dhe më madhë, kjo është ideale, e që thoni. Të ulen gjithë dhe të pranojnë. Kjo është ideale, kjo është më mira. Në këtë pikë, rekomandimi OSB-s dhe Odirit si është i qartë, pra që duhet ulen të gjithë faktorët parlamentar, pra të gjithë faktorët parlamentar, pra jo të ty ka grup parlamentar, ty ka grup parlamentar. Ata thonë edhe tjeti konsultuar procesi me publikun e gjerë. Me shoqërinë civile, etj. Janë ullur dhe erë tjera, zoti Cili Bashi, po çka kanë prodhuar. Shoqërinë civile ju dini që shpeshherë ose dekadën e fundit është kthyer pothuajse një formalitet banal. Sigurisht, patjetër. Se këtu secili ka shpik shoqërinë civile. Patjetër, po. Por është shumë e rëndësishme që këto parti të reja politike të ulen dhe të kenë drejt edhe vetoja apo jo në këtë komision zgjedhor. Kjo jo. Dhe kjo i kushton forcën dhe fuqinë. Edhe i bën fiasko dhe falso aty. Me sa duket Megjithatë është e rëndësishme që edhe duket që krahasuar me eksperiencat e mëparshme ka një lëvizje në drejtim pozitiv. Janë dakordsuar më shpejt se çdo herë tjetër për ta themeluar këtë komisioni dhe këtë mënyrë bashkëpunimi. Pa e prisin të ngrihet shpejt komisioni i reformës? Sot, nëse nuk gaboj, atje dëgjova që janë dakordsuar në makro se si do t'jetë përbërja këti komisioni. Ato t'jap një kundërfakt shpejt e shpejt. Fakti që po artikulojnë çështjen e numrit të deputetëve është një blokadë për partitë e vogla. Dhe prezenca aty është thjesht fasadë. Kaq.
Puna është që duhet votojnë dhe partitë e varë, përse ideja është që duhet jetë reformë konsensuale, pra duhet ta votojnë gjithë. Megjithatë ta shikojmë se ndodhi, sigurisht që presim dhe shpresojmë që zgjedhjet e ardhshme të jenë më të mira. Kësaj radhe nuk ishtin fars, nuk ishte as perfekte, por Celibashi mori notën 10. Faleminderit Irian që ishte me ne në kënaqësi sot. Faleminderit. Faleminderit Lami, faleminderit Skënder. Risori kthehej sërish të hënën ora 8, deri atëherë nga Mësohet Balla, natën e mirë. Shikosh përmbajtjen e mesazhit që kam përcjell publikisht, synon të tregoj tjetër gjë në fakt. Ajo që ka të bëjë me vlerësimin e raportit të Odirit për punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përdorimi i administratës duhet të ishte në një vend që po përgatitet të hyjë në Bashkimin Evropian, duhet të ishte më i pakt dhe më i frenuar dhe më i kontrolluar. Diskutimi më të vogël, sepse palët janë të interesuar të kenë hajdutet e tyre në komisionet zgjedhore që së paku të ruajnë njëri tjetrin. Qofse krahasojmë vitin 2025 me vitin 2021, Zoti Berisha në raport me Zotin Basha ka humbur 13 deputet, ka humbur mbi 200.000 vota. Sistemi që kemi ne në fakt nuk është se i favorizon shumë partitë e reja. Është një sistem që është për dy partitë e mëdha